Kombëtarja shqiptare e futbollit luan kundër Serbisë të shtunën më 7 qershor në orën 20:45 në Tiranë, me atmosferën në kampin e serbëve që nuk është e qetë. Në konferencë për mediat, trajneri Dragan Stojković pati një përplasje me gazetarët për zgjedhjet e futbollistëve, ndërsa ka zbuluar se pas Euro 2024 ka dhënë dorëheqjen, gjë që nuk i është pranuar nga federata. Dragan Stojković foli hapur për l'ekip rreth pozicionimit të tij pas kampionatit evropian në Gjermani, presioneve me të cilat përballet si trajner, por edhe motiveve dhe qëndrimit të tij personal ndaj punës. Stojković zbuloi se menjëherë pas përfundimit të Euro 2024, ai ofroi dorëheqjen Federatës së Futbollit të Serbisë. Pas kampionatit evropian propozova të largohesha nga federata. Ata më thanë jo, do të vazhdojmë, tha Stojković për gazetën franceze L'Equipe, duke folur për presionin me të cilin përballet në sytë e publikut. Veçanërisht në epokën e rrjeteve sociale, trajneri serb pranoi hapur se sa mizore është kjo dinamik. Në rrjetet sociale do të presin menjëherë kokën, dje isha mbret, ndërsa sot nuk di asgjë për futbollin. Kushdo mund të më thotë çfarë të doj, flasin për familjen tënde, për orën që mban, tha ai. Ai u referua dhe angazhimit të tij të mëparshëm si president i Zverna Zvezdës, duke theksuar se më pas u përball me sfida krejtësisht të ndryshme, të cilat nuk i pëlqyen. U përpoqja të ndihmoja, të zgjidhja problemet, por kjo nuk është punë për mua, shumë politik, vjoj ai. Së fundmi ai shpjegoi pse mori përsipër rolin e trajnerit të Serbisë. U bëra trajneri i Serbisë sepse e njeh shumë mirë atë brez lojtarësh, e dija se mund të bëja diçka me ta, tha trajneri.